në pralla që i serviren gjithëve, dhe në media që i përsërisin si papagall pa bërë qoftë verifikimin më të vogël. Tani, t'ju them dhe diçka tjetër. Për ata fermerë që na ndjekin, 53 milion euro janë vënë këtë vit subvencionime për fermerin shqiptar, që është i shkatruar, i goditur, që ka braktisur fshatin, se nuk mund t'jetoj dot më. A i dini çfarë përfaqëson kjo? Përfaqëson gjysmën e shumës që ka vjedhur Belinda Balluku dhe Edi Rama. Gjysmën e shumës. Me një të rënd të lapsit, me një firmë të vjetme, 19 milion euro kanë ikur nga parat tuaja, nga parat tona, e në vend të shkonin atje ku duhet shkonin, kanë vajtur në xhepat atyre që i shërbejnë. Ja, pra, ky është realiteti. Ky është realiteti. Dhe nuk jemi duke folur për të gjitha aferat, po flasim vetëm për atë që tashmë është zbuluar lakuriqja ashtu siç është. Hajdutëri e pastër. Po kush e mendon ndonjëherë që Belinda e bën këtë pa Edi Ramën? Kush e bën këtë gjë? Po si ka mundësi që i ministër të fusin në xhep 90 milion euro pa ditur asgjë në kryeministri? Po si është e mundur të shtuken 420 milion euro të inceneratorëve që nuk ekzistojnë, pa e ditur Edi Rama që firmose 17 VKM fët e fët? Po si është e mundur të harxhohen miliarda euro në koncesione në rrugë që nuk i hyn punë njeriut? Si është e mundur që shifrat e rrugëve janë 3 herë më të shtrenjta se në rajonin tonë, se në Ballkan, 7 herë më të shtrenjta, ndoshta edhe në vendet zhvilluara si Kroacia dhe vendet tjera. Dhe po flasim sikur standardi i rrugëve të jetë njësoj, që nuk është njësoj. Po si është e mundur që ne të ham prallën që këtë vit me financimet që do i bëjnë shëndetësisë do të zgjidhit gjitha llojet e problemeve. 5% ka premtuar ai prej 12 vitesh për shëndetësinë, 2.9% e financon tashmë. 5% ka premtuar për arsimin, 2.3% e financon tashmë. Po si është e mundur të gënjet kaq shumë? Dhe kjo gënjeshtër ti serviret gjithë njerëzve sikur s'ka ndodhur asgjë. Po pse budallën adin? Jo, as pak. Po si mund t'i dilet kaq keqe kaq të madhe, që helmon nga mëngjesit deri në darkë me propagandë? Dhe i bën njerëzit kujtojnë që vërtet gjëra të tilla do ndodhin. Ja me këtë parlament këtu. Duke i thënë vërtetat ashtu siç janë. Lakuriq, këto janë të vërtetat. Ne do të shfrytëzojmë çdo dritare që kemi për t'i thënë vërtetat tona. Dhe me qëndresën tonë, me rezistencën tonë, me demaskimin tonë, do t'i arrijmë. Faleminderit edhe një herë për gjithçka që keni bërë. Shikohemi për protestën e tjetër. Mirëmbrëma i nderuar profesor doktor Sali Berisha, mirëmbrëma të dashur demokrat. Nuk pa kishte marrë mendja që pas 333 ditë të rrugës të shpresës, ne do detyroheshim të bënim përsëri një foltore. Tani më jo foltorja rrugës të shpresës, por foltorja parlamentare shqiptare. Jemi gjithë të mbledhur këtu, idealista, parimor, qëndrestar, që nuk u dorëzuan asnjëherë dhe pavarësisht gjitha sakrificave dhe vështirësive që Partia Demokratike po kalon, ne jemi përsëri këtu. Përsëri të bashkuar, përsëri për t'i treguar dhe një herë regjimit që ne nuk jemi dorëzuar. Nuk jemi dorëzuar edhe pse na vodhën zgjedhjet. Ishte makabër zgjedhore, ne këtë e dim, por ne nuk ankohemi, ne vazhdojmë akoma të paraqitemi këtu. Ne vazhdojmë akoma sepse ne i kemi hyrë një rrugë pakthim. Një rrugë pakthim sepse kemi arritur aq shumë gjithë së bashku, duke filluar nga çadra e lirisë, ku kam qenë e vogël por mbaj mend shumë nga fytyrat tuaja, duke vazhduar me protestat e njëpasnjëshme, nga foltorja, nga gazi, të cilën e kemi provuar gjithë ne që jemi të pranishëm këtu, besoj. E kemi parë, ekonomi nuk ka. Mjerimi është ulur këm kryq në sofrat e shqiptarëve. Pasuria nuk ekziston më, jo vetëm në aspektin ekonomik, por dhe në aspektin moral. Dhe në momentin që nuk ke moral, në momentin që shkatërrohet familja, në momentin që shqiptarët ndihen të huaj në vendin e tyre, atëherë ma thoni pak, ju lutem, për çfarë jetojmë ne? Njeriu jeton për dinjitet dhe kur ky dinjitet i mohohet, është fundi. Është fundi nëse familja e cila
realizohet nëpërmjet ligjit të natyrës dhe asaj që ka krijuar Zoti, të kaloj në prindin 1 dhe prindin 2 është e tmerrshme. Nëna dhe babai janë figurat që krijojnë familjen tradicionale shqiptare. Dhe këta duan ta skërmogjin, këta duan të krijojnë një frymë sorosiane që e shkatron familjen, që e shkatron Shqipërinë. Në fakt, Zotin e përmendim shpesh sepse shqiptarët janë besimtarë, muslimanët, krishterë nuk ka rëndësi. Dhe, siç e thash, familja dhe Zoti janë 2 nga shtyllat kryesore të Partisë Demokratike, por komunistat nuk kanë Zot. Komunistat nuk kanë Zot dhe prandaj duan ligjin e barazisë gjinore. Komunistat nuk kanë Zot, prandaj shqiptarët ndihen të huaj në Shqipëri. Prandaj të gjithë duan të largohen. Prandaj shikojmë nëna me lot në sy. Prandaj shikojmë familjarë që i kemi të shpërndar kudo nëpër botë. Dhe ne të fundit që kemi mbetur në Shqipëri, ne vazhdojmë luftën tonë, një luftë e cila domosdoshmërisht do ketë shpërblim. Zoti thotë që njeriu duhet luftoj kundër së keqes, sepse në momentin që luftojmë kundër së keqes, në momentin kur luftojmë kundër padrejtisë, atëherë vjen dhe shpërblimi. Pas zovëshërsie vjen dhe shpërblimi. Prandaj, le të jetë kjo dita e parë e një foltoreje parlamentare shqiptare që do sjellë fitoren e Partisë Demokratike. Mos u dorëzoni, kemi arritur shumë, ju lutem të vazhdojmë rrugën tonë siç kemi bërë deri tani. Ju faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve, të dashur qytetar, të dashur zonjë dhe zotrin, të dashur miq, bashkëqytetar, prindër dhe gjyshër. Sot jemi mbledhur këtu edhe për një arsye që lidhet me dijenin më bazike dhe më të vjetër që njeh njerëzimi. Në dijenin time, në dijenin tuaj, bota është krijuar me 2 gjini. Në Bibël ka 2, në Kur'an ka 2, në natyrë ka 2 dhe në logjik ka 2. Por, me sa duket, qeveria jon pas ka zbuluar diçka që as Zoti nuk e pas këshkaditur deri më tani. Një shkencë të re, një realitet të ri, të shpallur pa debat, pa konsultim, pa asnjë shpjegim ndaj familjeve shqiptare. Ironia është se ndërkohë që ne kemi halle reale, çmimet, korrupsionin, punësimin, shëndetësinë, rrugët që rrëzohen sapo hapen, qeveria ka zgjedhur të merret me krijime të reja që nuk i ka shkruar as historia, as shkenca, as feja. Prandaj, jemi këtu sot. Ti themi qeverisë se shqiptarët nuk kanë nevojë për ligje që sfidojnë Zotin, natyrën dhe logjikën. Gjithashtu, ka nisur të krijohet një mendësi shumë e rrezikshme në këtë vend, që parlamenti nuk duhet, se parlamenti është pengesë, se demokracia është e tepërt, se debati është luks. Kur qeveria miraton buxhetin pa debat, kur ligje që prekin fëmijët dhe familjen kalohen pa asnjë konsultim, kur opozita lejohet të flasë një herë në 9 seanca, dërgohet një mesazh i qartë se s'më duhet parlamenti. Por pyetja retorike që duhet të bëjmë të gjithë është kjo. Nëse nuk duhet parlamenti, atëherë çfarë duhet në Shqipëri? Një shtet me një zyrë të vetme që vendos gjithçka, një regjim ku askush nuk kontrollohet dhe askush nuk jep llogari? Ky është rreziku që kemi përpara dhe provat janë para syve tanë. Ne protestojmë këtu sepse korrupsioni nuk është më përjashtim në këtë qeveri, është mënyrë se si qeveriset vendi. Tuneli i Llogaras, nën përgjegjësinë direkte të zëvendës kryeministres Balluku, është kthyer në aferën më të madhe pas inceneratorëve.
kosto të fryera, mungesë gare, mungesë transparence dhe mungesë totale e përgjegjësisë. Çdo ditë del një fakt i ri, çdo ditë një dyshim i ri, por dorëheqja nuk ekziston. Në çdo vend të BE-s, një zëvendës kryeministre do të kishte ikur që në orën e parë. Këtu